Policia e Korçës ka vjuar kontrollet në territorin e qarkut për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme të lojrave të fatit, duke goditur 2 raste të reja. Si rezultati veprimeve, një shtetas u arrestuan në flagrancë dhe 2 të tjerë u proceduan penalisht. Gjithashtu, u sekuestruan 3 celular që përmanin faqe për baste sportive. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Korçë arrestuan shtetasin MP, 43 vjeç, banues në Korçë, për veprat penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe vënia në dispozicion e lokaleve për lojra të palejuara. Materialet e mbledhura ju referuan prokurorisë së Korçës edhe për shtetasit GA dhe GM, të 2 banues në Korçë. Kontrollet u zhvilluan në lokalin e 43 vjeçarit në lagjen nr. 8 dhe në lokalin e shtetasit GM në lagjen nr. 9. Gjatë inspektimeve u konstatuan faqe për baste sportive në celularet e shtetasve të përfshirë. Të 3 celularet u sekuestruan si provë materiale, ndërsa Prokuroria e Korçës ka nisur procedimin penal për veprimet mëtejshme.